Me një fotografi të shpat kasapit të stampuar mbi gjoks, nëna e këngëtarit është parë duke pritur ngushëllimin gjatë ceremonisë martore për djalin e saj. E rrethuar nga miq, kolegë dhe dashamirës të muzikës, ajo i dhuroi përqafimet e ngrohta çdo të pranishmi që u afrua për të shprehur dhimbjen dhe ngushëllimin. Shumë prej tyre i gjetën të fortë dhe të qetë, megjithse dhimbja ishte e dukshme në çdo shikim. Fotografia e shpatit mbi gjoks shprehte lidhjen e veçantë dhe mungesën e thellë që ajo ndjen për të. Në rrjetet sociale, shumë komentues shprehin dhimbjen e tyre dhe ngushëllimet për humbjen e madhe, duke konsideruar humbjen e shpatit një tronditje për të gjithë komunitetin muzikor dhe publikun që e adhuroi. Ndërkohë ceremonia martore u mbajt në Pallatin e Kulturës në Tetov. Nga ana tjetër, motra e shpatkasapit Jehona, e prekur thellë nga dhimbja, nuk mundi t'i mbante lotët. Ajo tha se shpati lindi me yll në ballë dhe i donte shumë fëmijët dhe pleqt, derisa theksoi se amanetin e tij për djalin Roelin do ta kryej. Sot me zemër të thyrë jemi mbledhur për t'i dhënë lam të mirën e fundit vëllait tim. Është shumë e vështirë për ta përshkruar fjalët, për të përshkruar dhimbjet që ndjej. Shpat, shpirti i motrës, ti linde me yll në ballë. Ishe një njeri i mirë. Dihet i ndaje hallet nga empatia jote e madhe. Shpati, ti i doje shumë fëmijët dhe pleqt. Doje shumë të qeshje. Buzëqeshja ishte sinonimi i yti, tha Jehona. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.